Në një epokë kur qytetet po mbushen me makina apo edhe me ndotje të mjedisit, zgjedhja e biçikletës është një alternativë e shëndetshme, ekonomike, por gjithashtu edhe miqësore me mjedisin. Dikur biçikleta përdorej si mjeti i vetëm i transportit në qytet, por dhe sot gjejmë përdorim të gjerë në çdo grup mosh. Janë disa arsye se pse zgjidhet biçikleta si ndikimi pozitiv për shëndetin, kurse para dhe kohë pasi parkohet lehtësisht, shmang trafikun si dhe mbron mjedisin. Muharrem Bejku është një qytetar nga Korça, i cili prej 30 vitesh si mjet transporti ka zgjedhur biçikletën. Veç të tjerash, ai thosë se është një alternativë e shëndetshme. Biçikletën tuaj të parë mbani mend si ka qenë? Kam patur 28 kineze. Pastaj e kam ndruar si në pasrat, po me këtë kam gati 15 vjet ja kam. E përdorni për të qarkulluar në qytet? Në qytet, për në punë time, për tregu. Sa ti marrim në dorë dhe për timon, për skara. Duke qenë se tashmë gjithnjë më tepër po përdoren makinat, ju zgjidhni ende biçikletën. Akoma biçikletën. Është më ekonomike, cila është arsyeja? Po mbani dhe trupin në formë. Trupin edhe probleme kardiake që kam, edhe më ka menduar që më shumë të lëviz me biçikletën këmbë. Çdo udhëtim me biçikletë përmirëson shëndetin, forcon muskujt dhe redukton stresin. Ky mjet transporti preferohet tepër dhe nga fëmijët, të cilët e përdorin si mjet argëtimi.